Drejtësia e re, BMA më e madhe e Partisë Socialiste TikTok. Rama frikson qytetarët, kujdes me VPN-n, hakerat bëjnë namin. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se ka përfunduar mbyllja e aplikacionit TikTok në telefonat smart. Në serin sy në komunikimin me qytetarët, kreu i qeverisë ka paralajmëruar edhe për përdorimin e VPN si mjet për të patur akses në aplikacion. Rama u shpreh se VPN falas paraqesin rrezik pasi përdoren nga hakerat për të pasur akses në telefon apo të dhënat e qytetarëve. Së shpejti, sipas kreut të qeverisë, përfaqësues të kompanisë TikTok do të vinë në Shqipëri, ku do të paraqesin edhe planin për rritjen e sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët. Procedura për mbylljen e TikTok ka përfunduar në telefonat smart. Përdorimi i VPN-s është i rrezikshëm sepse me VPN falas, hakerat bëjnë namin në grabitjet e të dhënave të telefonit, kështu që duroni disa kohë pa TikTok derisa të përfundojë dhe programi i përbashkët me kompaninë e cila do të vinë në Shqipëri së shpejti për të paraqitur planin për rritjen e sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët në mënyrë që të gjithë jenë të lumtur, kompania, prindrit, fëmijët, mësuesit, por edhe ne, tha ai. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se drejtësia e re është një nga arritjet më të mëdha të Partisë Socialiste dhe një nga sfidat më të mëdha të vendit. Rama u shpreh se VPN falas paraqesin rrezik pasi përdoren nga hakerat për të pasur akses në telefon apo të dhënat e qytetarëve. Së shpejti, sipas kreut të qeverisë, përfaqësues të kompanisë TikTok do të vinë në Shqipëri, ku do të paraqisin edhe planin për rritjen e sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se drejtësia e re është një nga arritjet më të mëdha të Partisë Socialiste dhe një nga sfidat më të mëdha të vendit. Partia Socialiste duhet votuar në 11 maj nga socialistët, por dhe jo socialistët. Duhet mos kthehemi aty ku ishim, në llumbin e një drejtësie që nuk kishte drejtësi.